Territori shqiptar për datën 16 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me dominim të ktjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites priten vrenësira të pakta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Parashikimet për Shkodrën dhe Korçën konfirmojnë mot kryesisht të kthjellët dhe me diell. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vrenësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 21 deri në 35 gradë Celsius. Kukës, 17 deri në 31 gradë. Peshkopi, 16 deri në 30 gradë Celsius. Tiranë, 19 deri në 33 gradë. Durrës, 23 deri në 32 gradë Celsius. Kavaj, 22 deri në 32 gradë. Elbasan, 20 deri në 34 gradë Celsius. Berat, 20 deri në 35 gradë. Korçë, 15 deri në 33 gradë. Vlorë, 24 deri në 32 gradë Celsius. Gjirokastër, 18 deri në 33 gradë. Sarandë, 24 deri në 32 gradë Celsius.